Dhe të dashur me që jemi kthy kështu bashkë në pjesën e parë, në blokun e parë, paralajmërova të gjithë të ftuarit temat e ndryshme të cilat i kemi përgatitur për këtë 2 orë sa jemi bashkë, tema të ndryshme me pyetje të cilat ju çdo ditë na i dërgoni, e që ne mundohemi t'ju kthejmë përgjigje sa më të sakta nga burimet e sakta. Kur them nga burimet, ne asnjëherë nuk përgjigjemi, nuk ngutemi në atë se çfarë ju themi, por thjesht i thirrim ekspertë të fushave të ndryshme në studion tonë ose shkojmë ne në ordinancat e tyra në mënyrë që çdo pikë pyetje tuajën ta japim përgjigjen sa më të saktë në mënyrë që orientimi të jetë sa më i drejtë, sepse kur jemi te orientimi shpesh ngatrohen sëmundjet me simptoma të njëjta, edhe aty ndodh gabimi deri tek eskalimet apo përparimi çfarëdo lloj sëmundje të cilën ju mund të përballeni. Sot thash që në pjesën e parë do të flasim për infeksionet e zorreve. Shumë herë kemi ngatruar ose me helmime ose me ndjesi të ndryshme, por infeksionet e zorreve nëse nuk trajtohen dhe nëse nuk diagnostikohen herët, mund të shkaktojnë probleme të mëdha, madje probleme shumë serioze, edhe të cilat e vënë në pikpyetje edhe jetën. Si ndodhin ato, çka mund të shkaktojë, shumë përgjigje tjera, natyrisht që çdo herë kemi miq tanë të familja jonë që janë të gatshëm të kontribuojnë dhe ta përmbushin me misionin e tyre të Mantel Bardhit. Këtë herë, gastroenterologu internisti, Dr. Avni Azires, çdo herë i gatshëm me kontribu për shikues tanë, i ka përgjigjur pozitivisht ftesës tonë për marrë studio dhe është me neve. Mirë se erdhe, Dr. Avni. Mirë se ju gjeta. Shumë kënaqësi me të pa studio. Faleminderit gjithashtu. Dhe shumë faleminderit që çdo herë je i gatshëm me kontribu për komunitetin. Unë e thash është një si përmbushje e Mantelit të Bardh, sepse sado që është misioni i shejt përballja dhe puna me pacient, edhe informimi është pa ashtu pjesë e saj. Patjetër, gjithmonë. Infeksionet e zorrëve, unë e thash që sado që mund të kemi informacione mund të jenë shumë bazike, i ngatrohemi shpesh me sëmundje tjera. Çka janë infeksionet e zorrëve? A kanë të bëjnë me helmimin apo jo? Do t'i shpjegojmë ngadalë. Do të thonë, për infeksionin mas pari duhet dim cilët janë shkaktarët që shkaktojnë. Sa i përket infeksionet e zorrëve, si shkaktar mund të janë viruset, bakteriet, parazitet, gjithashtu edhe protozoat. Sa i përket virusëve cilët mas shpeshti e atakojnë zorrën, quhen edhe si virus sezonal janë rotavirusi dhe norovirusi. Ata shkaktojnë domethënë një tablo klinike të vrullshme. Sa i përket bakterieve, më shumti fajsohet për infeksion zorrëve, salmonella edhe campylobacter. Gjithashtu edhe një bakteri shumë e rrezikshme, Escherichia coli enterohemorrhagica, domethënë që shkakton edhe gjakderë dhe infeksione fulminante. Infeksionet tjera, tham shkaktar tjetër janë parazitet, disa lloje të paraziteve të cilat shkaktojnë infeksionet zorrëve, duke u nisë prej Enterobius vermicularis, duke vazhduar me Ascaris, shiriti i derrit, i gjedhëve, domethënë ka disa lloje të parazitëve që shkaktojnë, po ashtu edhe protozoat, një infeksion që mund të jetë shumë i rëndë është ameba, e kemi mësuar në shkollë fillore, që quhet entamoeba histiolitika. A ndalemi tek secila, Dr. Avni, se jo të gjithë prej neve qytetarëve të cilët nuk e kemi mjekësinë i dim të gjitha këto. Për shembull, a ndalemi kronologjikisht, fillimisht te viruset që i përmende, rotavirusi, i cili ndoshta edhe prindrit e din pak më shumë për shkak të foshnjeve, goxha e marrin si virus. A ma shpjegon pak secilin prej shkaktarëve në mënyrë që ta njohim edhe ne shkaktarin? Mas shkaktarit neve na duhet burimi i infeksionit, domethënë prej ku po përhapet infeksione. Sa i përket virusëve, domethënë këto 2 virus që i përmendëm, këto përhapen përmes spërklave, domethënë vyn njeriu i infektuar, i cili vjell në një ambient apo jashtë në një ambient, edhe në afërsi ato spërklat që përmbajnë virusin infektohet personi i cili është në afërsi. Për shembull, fëmijët në qerdhe apo fëmijët në për shkolla apo një fëmijë nëse smuhet në familje. Edhe ashtu domethënë mund përhapet. Ndërsa burim tjetër i infeksionit, të flasim njerë për këto infeksionet me virus, janë thash një tablo klinike e vrullshme. Këta kanë dhimbje të barkut, kanë vjellje, shumë të shpeshta edhe barkqitje. Mund të kenë edhe temperaturë. Në qoftë se nuk kemi kujdes për rehidrimin, atëherë, sidomos fëmijët, kur të infektohen, mund me shku shumë keq.
Do të thonë, nëse nuk trajtohet këta dy lloje të viruseve, mund të shkaktojnë infeksione më të rënda të zorreve. Jo, do të thonë, këta shkaktojnë dehidrim, për arsye se fëmiu mund me vjell 15 herë, 20 herë, ose mi pas 20 barkëqitje. Edhe na e dim që organizmi i fëmijët, përqindja më e madhe është prej ujit edhe elektroliteve. Në qoftë se nuk e kompenzojmë, do të thonë, nuk e rehidrojmë fëmijët, atëherë mund të përfundoj shumë keq deri edhe në fatalitet. Sepse kur vjell fëmiu ai nuk han. Për këtë arsye duhet trajtim parenteral, duhet lajmërohen në qendër klinike apo në spitalet rajonale, në raportet e pediatrisë apo personat e mëdhaj lajmërohen në klinikën infektive, edhe duhet përcillen edhe të rehidrohen tamam si duhet sepse mund të shkojë keq. Sa i përket rotavirusit, do të thonë ekziston vaksina, kështu që fëmijët e vegjël dhe ata që kanë smundje kronike mund të vaksinohen për me urujt, ndërsa për norovirus nuk ka vaksinë, vetëm duhet kujdesi në qoftë se personi është i smut, atëherë mos frekuentohet ajo pjesë ose të dezinfektohet mirë aty ku ka vjellë dhe ai toaleti ku e ka kry nevojën. Të dy viruset i kanë simptomat e njëjta. Pothuajse të njëjta. Që të dinë pak a shumë. Zakonisht shkojnë me vjellje profuze edhe me barkëqitje. Njëri më shumë se tjetri. Ndërkohë the që në mesin e shkaktarëve një rol të rëndësishëm kanë edhe bakteriet. Përveç viruseve që i përmende. Tash bakteriet kanë, domethënë, burim tjetër të infeksionit, prej ka vjen infeksioni. Për shembull, salmonella dhe campylobacter zakonisht vjen prej mishit të shpesve. Edhe prej vezëve. Ndërsa Escherichia coli mund vi prej deleve, prej dhive, po mund vi edhe prej kafshëve shtëpiake që janë reptilet, për shembull, grupi i zvaranekëve. Ndërsa një lloj tjetër i ushqimit prej nga mund të jetë burim i infeksionit janë ambëlsirat për stafilokokun. Do një bakterie e cila mund të shkaktoj infeksione të rënda edhe me një tablo klinike të rëndë. Si përhapën tash këto, për shembull, nëse mishi tazom është i kontaminum, infektum me salmonell. E marrim tazom mishin e pulës. Edhe nuk e zim apo nuk e pjekim si duhet, ai depërton përmes gojës, në lukth, në zor, edhe aty, domethënë përhapet infeksioni. Po ashtu edhe ëmbëlsirat, nëse janë gatu, edhe nuk janë marrë në kushte të posaçme të ftohjes, atëherë mund të vijë deri te zhvillimi i mikroorganizmave edhe infeksioni. Gjithashtu edhe pemt edhe perimet mund të jenë burim i infeksionit me bakterie. Për atë duhet kujdesemi t'i pastrojmë mirë edhe t'i bëjmë një barierë për mos u përhapur këto infeksione. Gjithashtu rëndësi të veçantë ka personat që e përgatitin ushqimin, se edhe përmes atyre ne mund të marrim infeksionin, për shembull kuzhinierët ose ata që e servirin ushqimin, ose ata që e ruajnë, nëse nuk kanë kujdes, domethënë, prekin, tazom, një kuzhinier, i fshin djersët edhe vazhdon të gatuaj, djersë është në lëkurë dim që është Staphylococcus aureus. Ai automatikisht mund të depërtoj në ushqim edhe të përhapet, ose e krun hundën, nuk i lan durt edhe vazhdon, ose e ka kry nevojën në banjë, nuk i ka pastru mirë durt, edhe vazhdon gatimin, atëherë mund të përhapet, domethënë, infeksioni. Gjithashtu, për shembull, rrugë tjetër e përhapjes janë toaletet, në qoftë se këta persona kanë kry nevojat, kanë vjellë ose kanë barkëqit aty, edhe nuk është pastru, nuk është dezinfektu si duhet, atëherë personi tjetër i cili shkon, prek aty, nuk i lan durët e veta mirë, para se të ushqehet, atëherë mund ta bart infeksionet. Por atë është rregull, personat cilët kanë infeksion duhet të izolohen për disa kohë derisa mos ta përhapin infeksionin. Kjo përhapja, sepse e dim që kur punon goxha probleme marr shumë ditë pushim në vendin ku jetojmë na të paktën. Sa është faza e përhapjes kur je duke u trajtuar? Domethënë momenti për kur infektohet organizmi deri te shfaqja e simptomeve dhe sa janë ata barst infeksionet mund të janë prej disa orë deri në disa ditë. Po për infeksionet këto akute të zorëve zakonisht na japim 3-5 ditë deri në një javë pushim. Edhe duhet me dojmos për arsye se e ndërprejmë zinxhirin e përhapjes së infeksionit. Ndërkohë, patjetër më duhet me unal, besoj që është për kurreshti dhe për shikuesit që e përmende tek bakteriet e salmonellën. Edhe kemi ndëgjuar goxha shumë informacione të ndryshme tek pjesa e mishit të pulës. Marr parasysh që e përdorim goxha shumë. Sa është e rëndësishme edhe
mënyra e përgatitjes, ta zëm, thuhet që nuk duhet të pastrohet, duhet me njëherë të futet në gatim, a ma spjegon pak ta se si bëhet kjo infekcion bakteria e salmonellës? Si është, domethënë, për gjitha ushqimet të cilat, sidomos mishi, vezët, duhet gatuan mirë, domethënë në temperaturë më të lartë, në mënyrë, për shembull, për vezën përpara ka qenë, është thonë që vezë në sy janë të mira. Po. Ato kanë qenë komplet pa zira ose pa pjekura. Tash është ndaluar që disa vite, pse ato minimum duhet zihen 5 minuta ose duhet të fërgohen. Në këtë mënyrë temperatura i shkatron ato baktere. Njëna prej mundësive të shkatrimit të tyre dhe ndalesës së përhapjes së infeksionit është ajo. Mirë po, një hap përpara kësaj është kontrolli i ushqimeve, domethënë i inspeksionit të ushqimeve, në mënyrë që ato mos janë të infektuara, po edhe transporti të bëhet në kushte të posaçme me frigorifer të posaçëm. Po hajde na përbazohemi te kjo pjesa jonë e shtëpisë, sepse te kjo pjesa jonë duhet zihen mirë, domethënë duhet zihen mirë, duhet gatuan mirë. Mishi për shembull, është e vërtetë që nëse e pren mishin me çatik që e pren mishin nuk bën me prej patate, nëse po gjithsesi edhe drasën aty ku e pren mishin, gjithmonë duhet ta pastrojmë. Për arsye se mishi mund të jetë i kontaminuar me ndonjërin prej baktereve. Edhe te peshqit gjithashtu, ata mund të mbajnë infeksione, po edhe parazit mbajnë shumë. Për atë, domethënë, duhet të kemi kujdes që ti gatuem mirë. Kur e blem mishin e pulës të freskët, domethënë jo të ngrirë, a duhet vetëm ta hekim nga paketimi dhe ta përgatisim, atë mund ta pastrojmë apo jo, si është e vërteta e kësaj? Në qoftë se është e paketuar që i blejmë këto filetë gjoksin e pulës, atëherë ato janë të gatshme, domethënë vetëm duhet ti gatuem, përndryshe se me pastrem tani vetëm përhapet më shumë salmonella ose infeksioni i cili është brenda tyre. Po. Shumë e nevojshme për me spjegu, doktor Unala, gradualisht tek secili prej shkaktarëve, ndërkohë i spjegove ato çka mund të na bëjnë apo të na shkaktojnë infeksionet. Po hajde të flasim pak për ata personat që janë, e di që shumica ndoshta pak më neglizhent ndaj simptomave. Cilat janë ato shenjat e para që infeksionet e zorëve, sepse mund të përhapet dhe në gjithë organizmin pastaj. Po, në gjithë organizmin edhe mund të jetë jetë kërcënues. Mos ta harrojmë ta përmendim edhe një infeksion, një shkaktar tjetër me brucellozën, Brucella melitensis, e cila zakonisht përhapet përmes dhiveve ose deleve, përmes qumshtit të tyre, kështu që duhet të kenë kujdes fermerët që t'i vaksinojnë, thonë, kafshët e tyre, se ka vaksinë kundër brucellës, po edhe qumshti të vlohet mirë, thonë, sepse mund të përhapet ky infeksion i cili shkakton tani edhe probleme kronike deri në invaliditet. Ti përmendim edhe parazitët që i përmendëm më përpara, si shkaktar parazitët përhapen më shumë nëpër qerë dhe nëpër shkolla përmes fëmijëve, po edhe përmes kafshëve shtëpiake. Veterinari duhet të jetë i kujdesshëm familja që ta bëjë deparazitizimin në kontakt me veterinarin në periudha kohore ashtu siç ai e sugjeron, ndërsa qerët janë kujdesshëm edhe shkollat t'ja u kërkojnë domethënë në testin e FCS-it për parazit, në mënyrë që t'i parandalojnë infeksionet. Këto infeksione janë domethënë me rrugë fekalo-orale, domethënë jashtëqitje gojë. Në qoftë se i flasin një personi i cili ka kryer nevojë, nuk i ka pastruar mirë durët, pastaj na para ushqimit nuk i pastrojmë, atëherë mund të infektohemi me atë. Edhe tham ishte infeksione me protozoa që ishte Entamoeba histiolitica. Gjithashtu mund të përhapet kjo përmes ujit të papastër, nëse pini ujë nëpër burime, nëpër kroje, dikun nëpër male, po ata rastin e një familje që ishin ciklist, edhe ata ju rastis me shku kilometra nëpër male të ndryshme, edhe gruaja i dul me ameb, me Entamoeba histiolitica, ata nuk kishin histori prej kanë mujt me marë, unë më interesova, se zakonisht, po me një anamnez, zakonisht qofse udhtojnë njerëzit në vende tropikale, janë disa vende endemike që mund është me infektu, po këtu të na jo, atër tha na udhtojnë me bicikletë shumë edhe pim ujë, edhe ishte ajo mënyra e vetme se ata si kishin mujt me u infektue. Interesant. Po sa ta kemi infeksionin, po sa të dëpërtojnë në organizmin tonë, atëherë janë disa orë deri në disa ditë ku mund të shfaqet infeksioni. Infeksionet e vrullshme, kur na kemi marrë shumë
mikroorganizma, qoftë virus, ose bakteri, ose parazite, ose... Atëherë vjen deri te shfaqja e një gjendje të rënduar. Pse? Këto lirojnë toksina në gjakun tonë. Depërtimi i toksinave në gjakun tonë e shkakton një gjendje të përgjithshme të rënduar. Ndihemi të lodhur, të raskapitur. Pastaj fillojnë dhimbjet e barkut, të cilat janë zakonisht në formë të shtrëngimeve, të cilat shkojnë edhe vinë. Simptoma tjetër është mundimi për vjellje. Simptom tjetër është, nëse infeksioni është i rëndë, domethënë fillojnë vjelljet profuze, e të disa infeksione shoqërohen edhe me barkëqitje të holla ujore, që shpesh mund shoqërohen edhe me mukus ose me jarg, e në infeksionet e rana, për shembull, të disa prej këtyne salmonella ose campylobacter ose escherichia coli, enterohemorrhagica, mund të jenë diaret me gjak, që janë gjendje të rana. Mas andej shkaktohet edhe një gjendje me ethe, një gjendje me temperaturë. E për atë, dhe më thonë, simptomat e para si të shfaqen, me njëherë du të lajmërohemi te mjeku, sidomos këto me vjellje dhe me barkëqitje, sepse mund të dehidrohemi edhe pastaj shërimi mund të jetë ma i ngadalshëm ose edhe ma i vështirë. I kemi marrë disa, po njëne, a shkojmë vetëm te monitori, vish të spjegojmë disa prej fotografive, doktor Ramni. Kjo është animacion, me gjithë se duke sistemi bakteria, virusi. Po, sistemi i zorëve të holla, dhe me thonë zora e trash, kësi forme kanë bakteriet, zakonisht si kanë viruset, si kanë protozoat, apo parazite. Dhe a mund të prekemi njëkohësisht edhe prej virusit, edhe prej bakterjes dhe të keqësohet gjendja edhe më shumë, për shembull? Po mundemi, tash varet se a janë në qatë mes na ku kemi qenë, ku kemi rënë kontakt. A diagnostikohet me ndonjë analizë, a është virus, a është bakteria, ka... A është virus, a është bakteria, mund të dallojmë përmes pasqyrës gjakut. Ndërsa për me përcaktu sakt shkaktarin, duhet merren mostrat të vjellurit ose mostrat të fecesit. Përmes asaj, pastaj i qartësojmë se cili është mikroorganizmi edhe me çka duhet të trajtohet. Sepse dikun duhet antibiotik, dikun s'duhet antibiotik. Infeksionet virale kalojnë zakonisht me terapi simptomatike, e rehidrojmë pacientin, ja largojmë dhimbjen, ja largojmë temperaturën, edhe nuk ka nevojë për antibiotik. Ndërsa infeksionet bakteriale duhet në mënyrë urgjente të fillohet trajtimi, për arsye se sidomos salmonellozat janë një gjendje shumë e rëndë. Njëna prej tyre salmonella tyfi, e cila shkakton tifon abdominale, që përpara ka mbyt, domethënë me mija njerëz, me qinda mija njerëz, edhe nuk guxojmë ta neglizhojmë. E lusë besin best lut në fotoparaprakje që ishte me simptomat, sepse dhe ishta mundal pak më gjatë aty këto. Simptomat e thamë dhimbja. Fillojnë me dhimbje. A është një hapësirë ku shfaqet dhimbja apo komplet barë? Për dallim prej patologjive tjera, ku mund t'jetë për shembull e lokalizuar me dhimbja, këtu është në tër barkun. Për hapet, se shpesh e ndëgjojmë. Qashtu. Edhe thamë që është në formë të shtrëngimeve, ka fryrje shumë, gazra, pengohet tretja, indigestion është tretja, temperaturë, jashtëqitja, dhe më thonë, ngjyra mund të ndryshoj, varësisht për llojit të infeksionit, edhe vjellja, për shembull, mund me ndodhë pacienti, thotë, kom vjellë, masandej kom po dhe primesat gjakut. Kjo ndodhë kur ka vjellë shumë, edhe shpesh, deri 20-30 vjellje më rana ditë, e pata një pacienti javën e kaluar me salmonellozë, kishte vjellë 100 herë për 24 orë. Thonë, ka qenë një gjendje shumë e rëndë, por fatmirësisht e diagnostikuam, e trajtuam edhe shpëtoi. Nëse momente mund me ardhur deri disa plasaritje në ezofag, që mund me pa edhe primesa të gjakut. Po, shpesh e ndëgjojmë, unë jam i sigurt që e ndëgjon edhe prej pacientave, se po mundohem edhe me gjuhën e popullit, kur thonë që kom vjellë çaq shumë, sa që tash veç viner po qes. A është edhe kjo pjesë e... Po, se domethënë kur fillon vjellja, mas pari e vjell që atë ushqim që e ke hangër, që ka qenë i kontaminum. Pasandej i vjell sekretet e luktit, masandej kur s'kan lukt kur gjo, i vjell langjët biliare, domethënë prej zorëve të holla. Edhe ajo është shenjë që ka vjell shumë pacienti edhe është domethënë limiti ku duhet mu trajtue me langje, me infuzione. Në këtë rast është shumë më rëndësi kur kemi vjellje, mos me hangër ose mos me pi, për arsye se lukti është edhe zorët ngacmuar, edhe veç të më provokohen sa më shumë. Ndërsa ka raste, për shembull,
kur infeksioni është i ranë, apo helmimi me ushqim është i ranë, atëherë ka metodat vjetra që kam përdor mjekët e vjetër me përvojë, po edhe motrat me përvojë, mbushet një bakall me ujë të vakt, edhe jepet vazhdimisht me pi pacientit, ai vjell, vazhdimisht pen, vazhdim vjell, po, edhe kjo në një mënyrë e bën lavazhin e stomakut, edhe e zvoglon numrin e mikroorganizmave na që e kemi marrë. Amo ushqim në ato raste, derisa ta marrin vetën pacientin, nuk bën se është provokim. Dikush që thot, se s'ka lidhje që vjell. Jo. Me pas shka me vjell. Po, jo se do të thonë është i ngacmuar lukti. Gjitha medikamentet, edhe rehidrimi bëhet në mënyrë venoze. Janë edhe do rehidrus oral, për shembull derisa të fillon me marrë infuzione, është mirë edhe ata me dhon, për ndryshe diçka tjetër jo, se pranon. Do të thonë vjellja, ta përmendim edhe këta, është mekanizëm mbrojtësi i organizmit, ku përmes saj eliminohen toksinat edhe helmet. Gjithashtu edhe barkçitja është një formë e mekanizmit mbrojtës, sikur kolli te mushknit. Kur kemi na infeksion mushkni, përmes kollit organizmi tenton të pastroj mushkrit. Në këtë raste, në asnjë mënyrë nuk duhet tentohet me nal vjelljen, se nëse nalim, do të thonë, toksinat mesin mrena, na vetëm duhet mi kompenzu langjet edhe pastaj me trajtu sëmundjen edhe vjellja ndalet vetë. Në asnjë mënyrë nuk duhet pacienti me qenë bilans negativ, me humb ma shumë langje se sa që po merr. Edhe jashtëqitjen, do të thonë, mos me nal në mënyrë të dhunshme. Po, me probiotik, me rehidrim, edhe në raste të infeksione bakteriale me antibiotik, në raste të infeksione me parazite, antiparazitar, edhe, dhe më thonën, vjen deri te përmirësimi i gjendjes. Mirë, po këto gjendjet e rana sa ma shpejt në kushte spitalore të trajtohen. Po, shpesh na është thonë, unë mbaj mend edhe vogël, kur kemi vjell, me marrë kos, se kosi e letësan, ose e bën procesin pak ma të letë të këta persona. A duhet, a është... Në qoftë se ekzistojnë rrethana vetanake në kushte shtëpiake, derisa të arrim te mjeku, kjo është mirë, si të thash çaj uji i vakt. Po edhe kosi duhet tretet, domethënë në mënyrë që sa ma shumë sipërfaqe të lukthit me përfshi. Kosi përmban probiotik, edhe në mënyrë aktive, domethënë i lufton, e bën një detoksikim ose një luftë mes përmbajtjes tij edhe mikroorganizmave. Është një prej kushteve shtëpiake që s'është gabim. Nuk është gabim. Që s'është gabim. Megjithse e the që nuk duhet ta ndalojmë procesin derisa ta gjendet edhe shkaktari, po edhe diagnoza, prapë se prapë në shtëpi tona, si popull e përdorin për barkëqitje shumë shpesh ujin e orizit. Edhe e bën, nuk është kur gjë keq. Po nëse ka vjellje, ai s'u pen. Kjo është rasti ndam. Domethënë, ka infeksione të zorëve që paraqiten vetëm me diare. Te ato raste po. Domethënë, ka uji orizi, domethënë gjithçka që mund me ndiku në trashjen e jashtëqitjes. Domethënë çaji i zi ndikon mirë, banani ndikon mirë. Kur ka dhe vjellje, kjo është situatë tjetër. Domethënë nuk mundet pacientit me dhënë me hangër, se edhe ka, domethënë, nauze. Ai si ta shohin ushqimin është i gërditë, domethënë as erën s'mund m'ja dëgjue. Si ta dallojmë ne pa hala pa shku te mjeku që kemi një infeksion zorëve nga një helmim që kemi pas një ushqim jo të mirë të pjekun ose pa afat, ose si ta dallojmë simptomat? Na gjithmonë e pyesim pacientin çka ke hangër 48 orë e fundit, para se me ardhë këtu, ose deri në 3 ditë, se thash, mundet deri në 48-72 orë, faza e inkubacionit, të thëmë na, prej kur është infektu deri të shfaqja e simptomave. Edhe ai na jep, për shembull, thot kam qenë me një drek, me dëshok, edhe tazom, një ditë e pata rastin, kanë hangër qebapa, kanë ble, kanë përgatitur dhe infektu të gjithë. Ose një grup muzikor, kanë qillu me një darsëm edhe janë infektue. Ose thot, mora, dhe më thonë, peshk edhe e bona kësi, dhe më thonë, pa e pjek. Krudo, po. Ose masandej, bleva mesh edhe e bona tartar. Apo kupton, janë rregullat se si bëhet edhe ai. Kjo ka bo vetë edhe është infektu. Po problemi që ndron për shembull se në njëri prej pacientave thot, krejt e kanë hangër, kërkush së smu, vetëm unë jam smu. A qëndron? Po qëndron. Pse për shembull, pjesa e ushqimit ku ka hangër ky, që ajo ka qenë më shumë e kontaminuar. Ose tjetra, ata kanë një imunitet shumë të fortë, tek të cilët janë shfaq simptoma më të lehta, po ata nuk i kanë regjistruar. Një dhimbje e lehtë e barkut, një 2-3 herë ka dalë jashtë, ndaj frymje, ndaj gromësirë,
A ky për shembull që ka pas imunitetin më të dobët, edhe ka qenë koncentrimi më i madh i mikroorganizmave në atë pjesë ku e ka hangër ky, domethënë te ky është shfaq. Se domethënë shkolla e infeksionit varet edhe prej virulencës, sa është virulent mikroorganizmi, po edhe sasisë tyre, domethënë se sa shumë janë, edhe varet prej organizmit të njeriut i cili e ka marrë çat infeksion. Se për shembull ka pacient i cili ka imunitetin shumë të fortë edhe mund ta kryejë ato as pa vjell, as pa barkçitje, vetëm me disa shtrëngime po barkut. Po, në ndërkohë një gjendje e rënduar e situatës kur ka kalu ditë pa u trajtu, pacienti a mund të ketë edhe probleme tjera pastaj shëndetësore, a mund të kaloj infeksioni të përhapet me një fjalë? Po, mund të kaloj infeksioni edhe në gjak, edhe mund të kaloj në sidomos këto Escherichia coli enterohemoragjika ose Salmonella typhi, këto janë infeksione të rana, të cilat shpesh mund të përfundu edhe me vdekje, në qoftë se nuk trajtohet, nuk kapet me kohë edhe nuk trajtohet si duhet nga mjek të specializuar. Për shembull, në shtete tjera, zakonisht këto sëmundje trajtohen në kuadër të gastroenterologjisë, ndërsa në vendin tonë kemi klinikën infektive dhe kemi si specializim infektolog që merren specifik me këtë punë, edhe na posa ti diagnostikojmë me njëherë i udhëzojmë për mos të humbur kohë, ndërsa infeksionet e fëmijëve trajtohen me sa e diunë në pediatri. Në pediatri. Megjithëse të gjithë mund të shqetësohemi, po prapë se prapë, nëse brenda sa po të ham ushqim që tash, është një drekë, jemi helmuar. Helmimi, shenjat e para të helmimit, a ndodhin 8 orë mbas ushqimit, a ndodhin me njëherë, në mënyrë që mos ta ngatrojmë, sepse këto e kam të rëndësishme me sqaru, sepse dallon gjendja e një infeksioni e cila është që sa ditë me një helmim të momentit. Helmimet me ushqim të kontaminuar shfaqen vrullshëm, sidomos të ëmbëlsirat me njëherë 6-8 orë masi që i kemi hangër një ëmbëlsirë të kontaminome. Këto me mesh gjithashtu mund me shkue 10-12 orë, maksimum 24. Me akullore, po jo me njëherë, jo me njëherë mas... Me njëherë vetëm më konë shumë, diçka, shumë mikroorganizma edhe organizmi me qeni dopt. Atëherë mund me ndodhë 3-6 orë me njëherë shfaqen. Me njëherë shfaqen. Po, kur janë simptomat e leta, nuk javlen me bu panik, apo kuptan, du të ta keme edhe këtë pjesën, po një vizit të mjeku javlen, se ka raste për shembull kur salmonella mund me kalue me simptomat leta, edhe nuk e ka trajtu pacienti, edhe ata tani shndrohen në bartës kronik. Dhe më thonë, ai nuk ka shenjat smundjes, përmes jashtëqitjes ai eliminon. Për shembull, sidomos kuzhinierët janë problematik në këtë rast. Ka, dhe më thonë, bartës pasiv, të cilët përmes jashtëqitjes e eliminojnë, a vetë nuk janë smut, vetë duket krejt i shëndosh. Janë imun ndaj simptomave, po kthehemi, doktor Hamit, te pjesa e studios, në ndërkohë e di që mund të krijojnë pak panik, sepse janë smundje që po tingëllojnë ndoshta të përditshme, po që mund të përfundojnë me fatalitet. Në një familje kur dikush është i smut, çado me virus që i përmende me, duhet të izolohet ai antari i familjes në mënyrë që tash fëmijë tjerë ose prind ose kushdo tjetër mos ta merr të njëjtin. Duhet të izolohet për disa ditë dhe tualetit cilën ai e përdor, mos ta përdorin tjerë. Dezinfektohet në një rrënjësore me detergjent edhe dezinfektues special, po gjithashtu personi i smut duhet të ketë kujdes mos t'i prek edhe këto bravat e dyrve, se edhe përmes asaj përhapen infeksionet, përmes mbajtjeve të shkallëve, gjitha ato duhet të kemi kujdes. Po, paraprakisht për mi stopu çdo infeksione, personat që përgatitin ushqim duhet me qenë të shëndosh, duhet me ditë si mi la durt, dhe me thonë, edhe kuzhina me qenë e pastër, leckat të cilat pastrohen enët, po edhe fshihen tavolinat, duhet t'jenë të ndrohen shumë shpesh, para shumë vite që pa të mboni emision me ato për shpuzat e enëve. Shumë mirë ta ritheksor, sepse ndoshta dikujt i ka ikë informacion, shpuza, po e them tamam si i themi edhe në shpe, të cilën e përdorin për pastrimin e enëve.
Ma spjego pak, shumë pak ditë mund të qëndroj në përdorim. Po, masi e pa të mbu emisionin, kanë ndodhur disa anëvise, më kanë dalë në rrugë edhe më kanë falendru, ka thonë na me vite nuk i kemi ndru. O, zot. Dhe më thonë, e shpuza duhet ndrohet sa ma shpesh, edhe nuk kushtojnë shtrajt. S'kushtojnë shtrajt, dhe me thonë... Edhe leckat, edhe mundësisht sa ma shpesh për arsye se tani ato bëhen burim i infeksionit. Rasat ku prejet, sidomos mishi, po edhe para se me gatu, dhe me thonë ushqimin, të lanë dur të mirë. Ata persona cilët gatuin, mës të kanë thoj, po më vjen kesh, po më kur i shoh do emisione, dhe më thonë që i gatuin, me thoj, është diçka shumë e ranë. Të paktën përdorin dorëza ata kur gatuin. Edhe kuzhinjarët cilët janë profesionist, kontrollohen në mënyrë sistematike, sa i përket edhe infeksioneve që mund mi përhap përmes fytit, po edhe përmes jashtë ushqimet mos të lehen jashtë frigoriferit. Për shembull, e ke gatu ushqimin, po do për nesër me shfrytzuese, për mas nesër, dikur nuk ka kohë me gatun për 2-3 ditë. Le të futen ato kontejnerat e plastikës, ruhen në frigorifer, për arsye se mund të kontaminohet dhe duke mundu me kursy, e rrezikon veten. Po, a mund të kontaminohet një mish i marinuar që e lën për nesër? Në qoftë se lehet në temperatura në alta, po. Gjithçysh, po. Në ndërkohë, e përmendë pak më herët që disa prej simptomave shkaktarëve trajtohen me antibiotik, disa prej gjendjeve jo. Një pyetje që ndoshta e bojnë edhe pacientit nga padituria, sepse aq sa dim edhe mund të pyesim. Një barkëqitje dhe një e vjellur, kur merr edhe antibiotik, ne gjithë e dim që antibiotiku automatikisht e shkakton edhe më shumë barkëqitjen. A si menaxhohet pastaj kjo një barkëqitje ku jepet edhe antibiotik? Në mënyrë përmendshme nuk duhet trajtohet kurse për arsye se nëse është infeksion viral, atëherë antibiotiku vetëm e përkeçson, për arsye se kemi shpjeguar që në zorën tonë ekzistojnë disa bakteri të mira, edhe ai i shkatron ato antibiotiku, edhe mas andej u liron vendin 2 mikroorganizmave të tjerë që i kemi C, Candidus edhe Clostridium difficile. Pastaj një infeksion i thjesht viral që ka mujt me kalu vetëm me rehidrim probiotik edhe langje na ka lënë në një infeksion të ranë bakterial ose me kandid që me muj mund me vazhdu trajtime. Kështu që duhet me pas kujdes, sepse antibiotiku ka kundër efekte, atë sa ka edhe efekte. Dhe me thonë, këta e kemi diskutuar edhe në emisionet e kaluara. Jemi në vitin 2025, na duhet të synojmë të bëjmë mjekësi të shkakut. Na nuk e trajtojmë pasojën, po e trajtojmë shkakun. Kur e trajton shkakun, simptomat zhduken vetë. E jo, për çdo simptom me dhonë ka një medikament, mas andej organizmi e ka vështirë me luftue. Doktor Avnet, cilat janë ato komplikacionet të cilat vinë nëse nuk trajtohet në mënyrën e duhur një infeksion i zorreve? Në qoftë se nuk trajtohet në mënyrën e duhur, atëherë tham mund me ardhur deri te infeksionet e rana që kalojnë në gjak, sepsa edhe deri te vdekja, domethënë. Dështojnë veshkat, se në qoftë se na humbim langje ma shumë se sa që marrin, atëherë bjem në insuficiencë renale, në pamjaftueshmëri të veshkave. Mas andej, sistemi kur dështon një sistem, dështon sistemi tjetër i organeve, edhe mund me ardhur deri te fataliteti. Për shembull, në qoftë se infeksionet me parazite nuk trajtohen si duhet, atëherë mund me shkaktu edhe reaksione lëkurore. E patëm një slide aty me krurje. Mund me ndodhë që pacienti ende te allergologu duke bo testet alergjisë ndryshme, ose fëmijë, tu i thonë, jo ka astmë, jo ka alergji, a ketë problemi që ndrën te parazitet. Mos harrani se parazitet shkaktojnë simptoma pseudoallergjike, do të thonë krumje, skuqe, na për lëkurë. Kështu që mos i harrani të përjashtoni parazitet në rast të paraqitjes së kruarjeve apo skuqeve të lëkurës. Po ashtu edhe kandida mund të shkaktoj skuqe të lëkurës edhe reaksione pseudoallergjike. Kështu që zorët kanë qenë deri tash shumë të nënçmuara, po del që janë organ kryesor në organizëm. Flasin shumë me një fjalë, kanë zogë gjallar, sepse nëse nuk gaboj, këtu me përmirësat ka shumë pacienta që ankesën e vetë me kanë ku thonë, po më dhem gjyksi, po më djek gjyksi, ose po koka po më dhem çdo ditë. Më thonë lidhet goxha shumë me sistemin gastrik. Sistemi gastrointestinal është një sistem shumë i rëndësishëm,
ku bëhet përpunimi dhe tretja, po ashtu edhe përthithja e ushqimeve, materieve ushqyese, po ashtu tham edhe sistemi i mikrobiomit, bakteriet cilat gjendet në zorët e holla tona. Është vërtetu që në zorë prodhohen edhe qelizat imunitare, dhe më thonë që ta keni me dije se pos patët zorë të shëndosh nuk keni shëndet, e kjo, dhe më thonë, vendin tonë, është shumë e dhemshme se zorët nuk mirëmbahen, as nuk kujdeset njeriu për zorët e tij absolut. Shpesh e tham, kujdeset për garderobën, kujdeset për makinën, për shtëpinë, për oborrin me mija euro, edhe kur e shoh shkon për shembull e han një ushqim 5 euro, 10 euro. Ose thot, kur shpesh kur i shkruaj planet ushqimore, unë i shkruaj salmon, doktor 25 euro ishte kilograme. A vjen ai ka 5.000 euro në trup vetin garderobe, ka një kërë 100.000 euro para derës të parkum. Kjo është me të vërtet edhe më shme. Paradoks. Nështë ta është klishe, por a mund të në ndikoj këtë dinamizmi dhe stresi në smundjet e zorëve? Stresi po, ndikon. Stresi shkakton një gjendje, sidomos të lukthi, po dhe të zorat dëmosgjishtore, për arsye se pengon vaskularizimin në ato shtresat e lukthit, edhe si të pengohet vaskularizimi, shkakton shtrëngim e antenëve të gjakut, atëherë vjen deri te dobësimi i barierës mbrojtëse dhe për këtë arsye pastaj thartina ndikon direkt në lukth. Na kemi një gjendje që quhet stres ulqera, ose gastriti eroziv stresogen. Ka ndodhur brenda 24 orëve për shkak të stresit është krijuar një i thati në ulqerën e lukth, edhe që ka gjakderdh. Kështu që ka ndikim Kështu që ka ndikim, domethënë hormonet e stresit, të cilat janë kortizoli, adrenalina, noradrenalina, kanë impakt në tërë organizmin, në tërë organet. Për atë, domethënë po bëhet kaq bujë e madhe për të udhëzu njerëzit, për t'ja u tërheq vërejtjen, për ta menaxhu stresin. Pse në qoftë se çdo ditë i imponohemi hormoneve të stresit, pastaj nuk kemi jetë të shëndetshme. Do të fitojmë hipertension, do të fitojmë diabet, do të shtojmë peshë, do të na dëmtojnë ende gjakut trunit. Në përgjithësi, komplet organizmin e sulmon. Thash, shpesh ma bojnë pacientat, po unë s'u po kujdesna për ushqimet se s'po kam kohë. A di që ja jap një këshill, nëse s'ki kohë me hangër, agjëro që atë orë, ma mirë. Po, bën tamam veç ujë. Nuk është ushqimi pse ka ardhur koha dhe ti s'po ki kohë dhe po han diçka. Ma mirë, pije një çaj, pije do ujë, hiqet efekti i urisë. Edhe kur të vinë momenti i duhur që mundesh me hangër ushqimin, atëherë e gatun edhe e han si duhet. Nuk është ushqimi vetë pse ka ardhur ora edhe vetë pse po duhet me hangër, pse dëmton veten. Atëherë manën men, agjeroni këtë pjesë, ose jeni nis dikon në udhtim, ju ka kap shumë uria, hini në restoran, ju duket i dyshim, se restorani manën men duket prej WC-ve, toaletet. Nëse toaletet nuk janë të pastra, këto tavolinat, atëherë mos hanin atë restoran. Edhe shifni që s'jeni rahat, mos hani, pini ujë, pini naj çaj diçka, pe çajit nuk jeni të rrezikuar se është me ujë val. Vazhdoni rrugtimin edhe kur të shkoni në lokacionin tjetër, për arsye se ju humbet pushimi, domethënë ja shkatron pushimin, ndoshta edhe mundet m'ja rreziku jetën. Me që përmend pushimin në studimet të cilat lexova para se ty në emision, thuaj që zakonisht ata personat që udhtojnë shumë janë më në predispozit me u prek për infeksioneve të zorëve. Më të rrezikuar janë edhe personat që hanë jashtë. Domethënë këta që janë detyruar me hangër jashtë, ose le ta bojnë një zgjidhje për shembull, hanë mëngjes të mirë të shtëpia, edhe në vendin e punës shpesh i kom inkuraju edhe kompanitë private ta krijojnë një kuzhinë të vogël, ta marrin një frigorifer, në mënyrë që ta marrin ushqimin aty, po hiç nëse s'ka mundësi, atëherë të merret vesh me pronarin e restoranit, ta njoftoj kuzhinjerin, edhe të paktën le ta dinë ata për kanë po gatuin, nëse i duhet vazhdimisht me hangër në qatë vend, në qatë restoran. A dhe në mënyrë që me pas një farë sigurie. Le të bëhemi pak doktor të vetës, doktor Almetazëm, jemi diagnostiku, jemi duke u trajtuar, por infeksionet e zorëve nuk shërohen vetëm për 2 ditë, sepse lenë goxha vrok, ta themi, kështu që merr kohë me shërimi i zorëve. Çfarë duhet
konsumojnë që ato ditë, derisa jemi duke u trajtuar, derisa dorët tona janë të ndihshme nga vjelle dhe nga diareja që kemi pasur. Ushqimet që tretën lehtë, do të thonë nuk guxojmë ushqime të ndryshme, po ushqime që tretën lehtë. Na fillimisht ju thojmë në momentet e para që fillon me ardhur uria, e dim që ka filluar shërimi. Thot po më hahet diçka. Se tham kur është infektuar, ai s'don as me pa, as erën me ani, thot sun peni. Kur thot po më hahet diçka, atëherë japim diçka shumë të lehtë, një çaj me keksa ose çaj me bukë të thekur. Këto është më e lehta që adaptohet edhe i shkojnë do kalori organizmit. Mazandej fillojmë për shembull me një banane. Banane është lehtë e tretshme, me jogurt ose kos që e përmendëm. Po, mas andej, në qoftë se fillon uria me ushtu alo ma shumë, nuk po ka shtrëngime, s'po ka dhimbje, i thojmë patate të zira, edhe ato tretën letë, edhe janë kalorike. Oriz, mas andej në ditët në vijem, fillon me misht, dhe më thonë misht pulës mund të haj, edhe me rikthimin normal drejt normalitetit. Po. Ndërkohë, pak më herët e përmende një pjesë shumë la për shtypje, të pjesa e ujit, sepse mund të helmohemi, bukfalisht edhe nga uji dhe ku e marrim. Ne në Kosovë, sidomos, e përdorim shumë plastikat. Kryesisht ujin e blerë kemi në shishe plastike, jo 100%, po më shumë e blem ata. Uji që qëndron gjatë në shishet e plastike, sa mund të jetë një arsye? Tash sa i përket... Ose një shkaktar? Sa i përket shisheve plastikës, ato po besoj që janë të kontrolluara, për ndryshe nuk mujnë me ushit. Edhe kompanit nuk guxojnë me rreziku me shit në ujë në shishet plastikës se e këshin bot xhamit. Na kretë dim që xhami është më i mirë. Po këto që janë, domethënë me teknologjitë e kohëve të fundit, janë të kontrolluara. Kontrollume. Nuk besoj që kemi ndonjë rrezik. Okej, po e ndroj pyetjen pak më thellë. Ato janë të kontrolluara, janë të sigurta, por ne në shtëpi e abuzojmë, po themi, e mushim prej qato shishat e plastikës, shkojnë të një kran, se e praktikojnë plot kosovarë që shkojnë, jo ku janë se s'pimbian men Bajgore, Novo Bërde, ku janë disa prej kronave që mirët i mirë i natyrës, dhe përdoren ato shishe disa herë ripërdoren. Kjo plastik, kjo do më thonë nuk bëna masandej të ripërdoret. Nuk bën të ripërdoret. Në ashtë ta mund me mushë, me pi, që ashtu një javë, po masandej 4-5 muja një vjetë me përdore, ato nuk bën. Nuk bën. Ja, se stresohet. Aj uji në natyrë ka bakterje. Edhe ky uji që pijet në sistemin e ujësjelësit, po ato janë të kontrollume, janë nivel qashtë ullë të cilat nuk shkaktojnë infekcion. E për atë duhet kontrol. Ndërsa, ma kujtove këta që kanë puse dhe e pinë ujnë prej puseve në përfshatra, ata duhet të kenë kujdes, sidomos me WC-n. Mos tjetë afer, sepse përmes WC-s ose jamës septike mundet me u kontaminu uji. Edhe normalisht ta kontrollojnë ujin, edhe ta izolojnë mirë pusin në mënyrë që mos të kontaminohet. Se shpesh herë është një infekcion tjetër, tash po dalim pej temës temë, që në qoftë se 1000 depërton në bunar, atëherë është një infekcion që quhet tularemia, që ka qenën në endemik në për disa vendet të Kosovës, një smundje bukur e rëndë, që mund përhapët përmes menjëve, përmes ujit, njëri prej burimeve. Fobia jetësore e imja, doktor Avnet, temën ma të keqe ma ke frikë momentalit. Dhe më tash ma mi ke hu pyqe. Thonë tash vëqë janë i si me këqyrë ku janë. Dhe më thonë, është e pa shërushme kjo fobia jam da i tyne. Duhet me pas kujdes. Edhe uji është një prej burimeve të infekcionit. Shkaktarve më të infekcionit. E di që ka edhe shumë pyetje tjera, po marrë vrejtje prej regjisë që e kom kalu kohën, me gjithë se me shumë knatësi të presh dhe herë studio, sepse temat të cilat i trajtojmë, unë besoj që 3 pacienta nëse diagnostikohen herët prej këti emisioni, edhe për mua dhe për juve është goxha sukses, sepse kemi ndihmuar në vedisim. Po besoj fort në atë drejtim, për ata dhe nuk ndalim kur, edhe fatmirësisht, dhe më thonë, për mas emisionit gjithmonë po falenderohen pacient për shkak të këshillave, edhe kjo më banë muni mirë, dhe më thonë, është knatësi edhe për emisionin e ju përgëzoj, edhe ju uroj që të vazhdoni gjatë.
së bashku doja dalim, sepse ndryshe nuk mundemi, prandaj edhe tham gjithë jemi familja ma e madhe. Faleminderit shumë, doktor Avni. Faleminderit gjithashtu. Dashur miq, kemi qenë kështu bashkë me doktor Avnia Ziri, internist gastroenterolog, me cilin kemi folur për infeksionet e zorëve, por pa dashje o me dashje kemi dalë dhe kemi prek edhe disa tema shumë të rëndësishme që lidhen ose direkt ose jo direkt me infeksionet e zorëve, nga mënyra se si ushqehemi, nga mënyra se si jetojmë, nga rutina tona, nga stresi, shumë detaje tjera që ju ftoj që ta ndiqni edhe në kanalin tonë në YouTube, intervistën e plot për juve që jeni kyçur pak më vonë. Në ndërkohë bashkë do të shkojmë tek klinika gjermane e syrit, së bashku me doktor Afrim Shabanin, si çdo herë i gatshëm për të kontribuar në këshillat rreth shëndetit të syve.